Për të 500 vit me radhë në Shkodër po zhvillohet programi Year After School, një nismë edukative falas e ofruar nga qendra Young Entrepreneurs Albania në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe qendrën rinore Atelier. Programi synon të ofrojë nxënësve nga klasa 6 deri në të 12-ën mbështetje shtesë në lëndë të ndryshme mësimore. Aktualisht ne kemi të regjistruar rreth 90 nxënës. Ne lajmërimet I shfaqim për gjithë shkollat, për gjithë nxënësit në qytetin e Shkodrës, por mbështetjen më të madhe dhe kërkesat më të mëdha kemi nga nxënësit e shkollës austriake. Janë kurse që zhvillohen për nxënës që kanë nevojë, kanë mangësi gjatë mësimeve për lëndë specifike. Kryesisht lëndë që kërkohen janë gjermanisht, matematik, lëndë teknike, informatike si media, design, praktik kompjuteri, etc. Veçantia e programit qëndron në metodologjinë të rinjt për të rinj, ku mësimet zhvillohen nga maturantët ekselent, të cilët ndajnë njohuritë e tyre me nxënës më të vegjël. Unë jap gjermanisht niveli A1. Përveç metodave mësimore që kanë shkollë, ne mundohena me bë mësimin një firma interaktiv, duke përdorur për shembull lojra të ndryshme ose teknologji, aplikacione që më bën më interesant mësimin për fëmijët. Programi Year After School që financohet nga Projekt Albania është I hapur për të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe private të ciklit 9 vjeçar dhe të mesëm në Shkodër.